Të nderuar miq, edhe ditën e sotme do të vazhdojmë të ndjekim situatën në Maqedoninë e Veriut. Ditën e djeshme, dje dhe dje kishim zhurmën që lindi nga Maqedonia, nga Shkupi për largimin e ambasadorit shqiptar atje Denion Mejdani. Dje në mëngjes Ministria e Jashtme, e drejtuar nga zoti Ferit Hoxha, e mohoi të paktën në largimin zyrtar, por mes rreshtave ndoshta lë hapësirë dhe për ta interpretuar edhe për të ardhmen që mund të ketë një rokat mes tij dhe Petrit Malajt në Kosovë, por kjo varet në muajin vazhdim, ndoshta edhe reagimi tani që ishte paralajmërimi i fundit për atë që mund të ndodhë në të ardhmen. Po të flasim për protestën e studentëve atje, çfarë do ndodhë, do të ketë një të tretë apo jo, apo do mbyllet ky sezon me këtë protestë. Ndërkohë që Bilal Kasami nga pjesa e partisë pra Vlenit, si bashkëkryetar, deklaroi që nuk e ka kërkuar partia e tij për largimin e Denion Mejdanit. Mickovski tha që problemin do ta zgjidhë studentëve, por deklaroi dje gjithmonë, por fajsoi BDI-n për këtë. Megjithatë, për gjithë situatën atje do të flasim më mirë se me do tjetër me historianin Arben Valla. Zoti Valla, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit për bisedën. Ju e keni ndjekur dhe trajtuar këtë çështje, ne kemi folur shumë herë edhe përpara se të vinim tek problemet këtu, ju i keni paralajmëruar atë që do ndodhte dhe njaku erdhëm edhe në këtë moment për ta nisur me ambasadorin. Mendoni që fati i tij tani është vendosur dhe është çështje ditësh, apo mbyllet gjithçka me deklaratën e ministrisë, ai nuk do të lëvizë? Nga informacionet e mia, po dhe informacionet që kanë dalur në media që dje, në Maqedoninë e Veriut, po dhe në Shqipëri, flitet që është kërkuar në heshtje nga VMRO DPMN-ja dhe Vleni, pra ku flasim qeveria e Republikës Maqedoninë e Veriut, largimi i zotit Denion Mejdani si ambasador para kohë. Ai ka rreth 1 vit e gjys apo 2 vite si ambasador në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku mandati minimum i një ambasadorit është rreth 4 vite. Kështu që flitet që ashtu, për ta zbutur Ministria e Jashtme e Republikës së Shqipërisë, ka dhënë një deklaratë marrë të bërë me intelegencë artificiale për mua, sepse e futa dhe nuk ishte një deklaratë diplomatike, por një deklaratë nga intelegencë artificiale që do ketë rokat. Atëherë pse duhet të ketë një rokat të ambasadorit të Shqipërisë në Shkup me ambasadorin fjala vjen në Prishtinë, ku mund të kishin një rokat me ambasadorin e Shkupit me atën të Italisë, apo me atën të Anglisë, apo me atën të Francës, ku diam pse pikërisht me Kosovës me fjalë kjo gjë, është pikpyetja e parë që le të kuptosh që zotin Denion Mejdani si ambasador në Maqedoninë e Veriut thjesht e shpalli në heshtje si person non grata apo person i papëlqyeshëm, duke mos e shpallur juridikisht. Kanë gjetur një gjut përbashkët me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ferit Hoxha, ku dihet që është për mua një anti-shqiptar, një pro-serb, një pro-grek, duhet i themi, janë hapa këto, sepse nuk duhet ti të ndihmosh procesin kur një shtet e shpall non grata, le ta shpallin non grata një diplomat shqiptar, se ka sankcione të tjera përsa nga BE-ja. Përderisa zoti Denion Mejdani nuk ka shkelur asnjë ligj në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse nuk është shkelur ligj si ambasador ti të mbrosh të drejtat e shqiptarëve, të mbrosh të drejtën e gjuhës tënde kombëtare, ku dhe Republika e Shqipërisë në kushtetunë e saj neni 8 pika parë është që Republika e Shqipërisë mbron të drejtat e çdo shqiptari në botë, pa marrë parasysh që ai se çfarë shqetësie ka, por mbron të drejtat e çdo shqiptari që ka gjak shqiptare dhe që flet gjuhën shqipe. Pra në këtë rast, zoti Mejdani nuk ka shkelur asnjë ligj, nuk ka provokuar asnjë kë, thjesht ka pritur studentët shqiptar të ardhur nga Tirana, ka përkrahur një protestë paqësore, një protestë e drejtë në bazë të ligjeve që janë aprovuar nga qeveria e shkuar të Maqedonisë dhe kushtetuta dhe marrëveshje që gjuha shqipe është zyrtare dhe duhet zbatohet. Kjo është ajo, është për të ardhur keq që Ministria e Jashtme jona e ka lënë peng dhe ka braktisur për momentin prej 2-3 ditësh ambasadorin e Shqipërisë. Mund të jetë lëvizja e ambasadorit e një kompromis që mund të jetë vendosur në takimin mes Hoxhës dhe Mexhitit pas daljes së mesazheve pak javë më parë, që për të arritur të sheshuar gjithçka për të mund të ketë pranuar largimin e ambasadorit? Mund të ketë ne duhet i bëjmë këto kurthe, këto thika mas shpine një diplomat shqiptar për t'ia bërë qefin dikujt këtu në Maqedoni. Pse? Pse duhet marrëveshjen e çka ka bër ambasadori i Shqipërisë fjala vjen në Shkup, sepse ka krijuar një simpati, sepse ka hyrë në çdo shtëpi dhe në çdo zemër të shqiptarit të Republikës Maqedonisë së Veriut, që është i vetmi diplomat pothuajse që duan të gjithë shqiptarët nga trim kanë qenë fotografohen
çdo familje, pleqe, gjithë duan të takojnë Denion Mejdani. Ai me atë veprimet e tij, me kulturën e tij të lartë ka treguar një dashamirësi dhe i ka imponuar një dashuri vllazërore të gjithë këtyre. I ndiqni me kujdes deklaratat dhe reagimet e intelektualëve, e rinisë shqiptarëve të Maqedonisë Veriut. Pra, pse duhet Shqipëria të bëjë një kompromis? Nëse ata ne shpallin non grata, le ta shpalli Republika e Maqedonisë Veriut, po jo ne bëjmë kompromis. Pse duhet ky kompromis? Pse duhet dëmtohet imazhi një individi në fillim të karrierës së tij diplomatike? Pse duhet nënshmohet Denion Mejdani, djali i një ish presidenti i Republikës së Shqipërisë, i një profesori të nderuar, një akademiku të nderuar? Ai nuk vjen nga rruga si diplomat, as nuk vjen nga sallonet e rrugatshërisë apo të politikës shqiptare. Ai vjen me një karrierë të pasur, si në familje, si në fis, si në edukat. Ndërkohë që i hodhi më shumë benzinë zjarri dhe pritja e studentëve që u nisën nga Tirana për atje, që u bllokuan në dogan, që nuk u trajtuan në mënyrë as pak dinjitoze, edhe sipas videove që dolën në media, që publikuan nga gazetari Furkan Saliu në Shkup, por edhe interpretime që erdhën më pas, pra nuk kishin as pak dinjitoze ato video. Duhet kemi parasysh, kur themi Maqedonia në NATO, me Shqipërinë, kur themi Maqedonia në BE, në paqet me Shqipërinë, normal në kuptojnë që nuk do ketë kufi. Normal që nën kupton që studentët si të Maqedonisë, si të Shqipërisë, diun si të Bullgarisë, si të Greqisë, të BE-s të gjithë, hynë e dalin pas një problem. Kurse këtu në këtë rast, studentët shqiptarë nga informacionet që kam unë morën peng 8 orë. Pra rreth 40 e ca student të moshës 18 vjeçare apo 19 vjeçare, 22 vajza, të cilët po vinin normalisht paqësisht si çdo njeri, u morën nga një skaj i kufi dhe u çuan në kufi me Serbinë. Dhe u vuan aparatura të tilla që telefonat e tyre dhe SMS-t mos funksiononin. Pra për mua si analist apo është një marrje peng. Se në qoftë ato kishin problem të 45, policia ka drejt 5-6 orë t'i mbajë në kufi, derisa të vijë një vendim nga Ministria e Jashtme dhe Ministria e Brendshme, këto janë rregullat dhe ligjet, dhe kthehet mbrapsht. Jo të merret autobusi dhe të çohet në me kilometra të tjera. Ose, nëse aty ka një njeri që është terrorist, vrasës apo i kërkuar, merret një individ, jo 40 student. Po sikur në ato 8 orë që ishin të izoluar, t'i bindën në njëri tim frak. Po sikur aty larg qoftë në ato momente të psonte krizë apo dikush bënte një tentim për përdhunim, pa marrë parasysh të një vajzë aty që ishte, kush e mban përgjegjësinë në këtë rast? Pra janë shumë pikë pyetje, ne nuk duhet marrim vetëm e mori policia dhe dogana, dhe njëherë me kujdes, edhe policia ka qenë me uniformë, po dhe doganier. E morë dhe e çu në një skaj tjetër. Dhe nuk kam pasur kontakte 8 orë ata të rinj, sepse telefonat janë vënë zhurmues që mos kem val, sepse teknologjia është e zhvilluar, vjen policia ka aparate të tilla dhe ti nuk ke val. Prandaj po them, kjo është shumë e rrezikshme. Por ajo që është më e keqe dhe keqardhja, Ministria e Jashtme e Shqipërisë, ministri Ferit Hoxha, nuk ka thirrur në bisedë informatike ambasadorin e Republikës së Maqedonisë Veriut në Tiranë dhe ta pyesi për këtë incident çka ka ndodhur, të marrë informacion. Por Ministria jonë e Jashtme ashtu si e shitur siç është, kam thënë moti që nuk ka Ministri të Jashtme në Shqipëri, ka rroktar që marrin që janë me shpirt e zemrës slave dhe greke. Ata do ta themi. Hesh një deklaratë, po ndodhin këto thonë, Ministria bën diplomat, këja hedhën ato. A për budallë na marrin sot. Po teknologjia është përpara, inteligjenca artificiale, çdo gjë mësohet shumë thjesht se çfarë ndodh dhe si është oratoria dhe ligjet e një diplomacia. Nuk ka diplomaci Shqipëria. Me Ferit Hoxhën fal për shprehin janë ulur brekat diplomacisë të Republikës Shqipërisë. Po studentët mendoni që e mbyllën këtë sezon me këtë protestë për të rikthyer ndoshta në shtator apo nuk ka ende një lajmërim të tillë se sa ka marruar një protestë. Duhet dim që jemi në fund të sezonit të studentor, fillon sezoni i provimeve dhe normal që studentët kthehen në shtëpitë e tyre, sepse një pjesë e tyre edhe janë nga Kosova, nga Shqipëria apo nga qytete të tjera. Nuk e di se çfarë më ndodhi. Mirë është që mos ketë protesta, por politika, deputetët shqiptar të kërkojnë dhe të bojkotojnë komisionet parlamentare, të bojkotojnë dhe qeverinë duke kërkuar zbatimin e ligjit gjuhës. Ktu nuk bëhet fjalë për grada shkencore apo për provime 8 apo 10 apo 5 apo 6. Bëhet fjalë për gjuhën e një kombi, për gjuhën shqipe, bëhet fjalë për gjuhën që është trashëguar dhe do të trashëgohet rreth. Dhe një kombi vogël si Maqedona, si 1 milion banor, të nënçmojnë rreth 10 milion shqiptar, kjo është absurde, se ky është nënçmim. Të mohojnë gjuhën, të mohojnë të drejtën tënde,
gjithmonë në bazë të ligjeve që ka Republika e Maqedonisë së Veriut. E përsëris, ligji e lejon zbatimin e gjuhës shqipe. Por janë vetë struktura shtetërore nga dobësia e qeverisë vlenit që janë, dhe këta rrinë si bufa aty në qeveri për të marrë ato rrogën, i nënçmojnë, i përbuzin, ta ministra shqiptar, këta deputetë shqiptar, ta rrinë në qeveri. Po shko bërë në shtëpi se është karriera gjithë jetë ministër tjesh apo deputet. Shko dhe mbro krenarinë tënde se nesër do jesh 80 vjeçar, 70 vjeçar, do jesh gjysh, edhe me çat të drejta i nipi apo mbesa jote apo fëmijët e tuaj do lavdërohen nesër përballë fëmijët të këtyre që marrin pjesë në protesta. Se jeta është interesante, kanë gjitje dhe ulje. A e mendojnë këtë gjë ato? Prandaj po them, janë të smur psikikisht edhe këta që rrinë në qeveri, shqiptarët, ministrat dhe deputet. Mund ta bojkotojnë parlamentet e tulem këm kryq, por duhet të jemi prapë të kthjellët, të shikojmë me vëmendje çfarë ngjarjesh po ndodhin në Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut këto 2-3 muaj ka blokadë ekonomike ku duhet kthejnë borxhe rreth 3 miliardë. Ditën e shtunë vjen presidenti i Serbisë, Vučić, dhe kjo qeveri është pro-serbe, nuk është pro-europiane. Vjen edhe në Kumanov. Tani ç'në Kumanov ai? Vjen në Kumanov aty ku shqiptarët për të janë shumica atje, bëhen provokime gjithmonë me britma, shqiptar i vdekur, shqiptar ashu, dhe ajo që është dhe më tragjike para 2-3 ditësh apo dje kanë dalë në media që në zyrën e presidencës ka rrjedhë informacioni nga siguria kombëtare shtetërore, ka rrjedhë informacioni nga dokumentat speciale të NATO, sepse Maqedonia është në NATO, dhe rrjedha e këtyre informacioneve është në drejtim të Serbisë dhe Rusisë, ndoshta edhe Kinës, nuk e di këtë në bazë të medjave, dhe i gjithë kabineti i presidencës gjendet në parahetim. Pra ka filluar parahetimi për punonjësit, domethënë për shefin e sigurimit presidencës, për sigurimin e presidencës, për bashkëpunëtorë, për këshilltarët, sepse ka rrjedhje informacione dhe kjo është një gjë e rrezikshme për Maqedoninë e Veriut, një shtet i vogël, që të akuzohet që ka rrjedhje informacioni. Dhe ndoshta gjithë këto ngjarje përmlidhen që të ketë një heshtje, dhe kush janë kurbanët? Shqiptarët. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë kurban. Shqiptarët po bëjnë kurban me ngjarjet e tilla, rrafje, nënçmime, vrasje natën, vrasje ditën, edhe heshtet kjo gjëja tjetër e tragjedisë ekonomisë në Maqedoninë e Veriut, vizita e Vučićit heshtet edhe kjo tjetër rrjedhja e informacioneve. E Vučićit doja t'ju pyesja edhe diçka, ka një skenar përse po vjen ai aty, se siç e thati edhe pak më lart, mund shkonte diku tjetër, po jo në Kumanov. Përse e ka zgjedhur atë përveç provokimit ndoshta tensioneve? Gjithmonë Kumanova dhe mos harroni nënshkrimi i NATO-s me Serbinë e Miloševićit është bërë në Kumanov. Gjithmonë Kumanova është një kyçe rrugësh e lidhjes së ëndrrës greko-serbe apo slave me botën slave dhe Greqia, që Athinë në Serbi kalon në Kumanov dhe dalën andej. Gjithmonë shqiptarët kanë qenë si pengesë si popull, jo se janë bërë pengesë shqiptar. Tregtia vazhdon, rrugët e trenit janë. Vjen atje duke patur që atje ka më shumë, si të themi, pro-serb ajo Kumanova, ato qytetarë e Republikës Maqedonisë së Veriut. Maqedonasit janë pro-serb, por një president normal që dhe Vučić apo qoftë një president vendi tjetër mund vinë në Shkup, bën vizitat e tyre, takimet kortezie që quhen me presidentin e Maqedonisë, me kryeministrin, me kabinetin qeveritar, lidh ato marrëveshje. Zakonisht këto gjëra është njohur Shkupi dhe Ohri. Po ta shikojmë, Ohri ka pritur gjithmonë dhe Shkupi. Ohri një qytet turistik në liçenin me bukuritë e saj, me kishën e Shënaumit. Tash e kanë spostuar në Kumanov. Do shohim çfarë do ndodhi, duke patur parasysh që në Kumanov është ndodhur dhe ajo tragjedia atëre e përplasjeve me grupet shqiptare, edhe me policinë e Maqedonisë që kemi vrasje atëre 10-15, edhe Burgosi, po apo në Kumanov ka ndodhur dhe kjo tragjedia para disa vite. Do shtopim, unë uroj që mos ketë gjëra të tilla, sepse asnjë prind nuk e ka fëmijën e tepër, asnjë kom nuk duhet të derdhë gjak. Në ditët e sotme, në shekullin 21, të teknologjisë artificiale, të informatikës e tjere, sepse bota është e vogël, ka vend për të gjithë, jeta është e shkurtër, vetëm paqe duhet kenë njerëzit, qoftë shqiptarët, qoftë serbët, qoftë grekët, adiun, qoftë gjithë bota, qoftë turqit, njerëzit duhet të ndërtojnë paqen, jo të ndërtojnë luftrat. Zoti Valla, po nuk folëm për Kurtin, se akoma andej nuk kemi ndonjë reagim. Po këtë pyetje duhet ja bëni Kurtit drejt për drejt më mirë ose bashkëpunëtorëve të tij që i ka të shumë takim. Është i zënë me fushat, kështu që po ka bashkëpunëtorë në Tiranë, ka analistë dhe profesorë që mund t'i drejtoni atje. Përderisa Kosova është një shtet, e kam thënë edhe një herë tjetër, unë e lej në qetësinë e saj, në rrëmujën e saj, duke mos futur hundët atje,
kur unë nuk jetoj në Maqedoni, pra për 25 vitesh, familja ime është shtetëse e këtij shtetit, dhe më lind detyrimi përderisa paguaj edhe tatim taksë këtu, të reagoj për një të drejtë të djalit tim, të bashortit time, për një të drejtë që më takon dhe mua. Për ta mbyllur, mendoni që gjithë të situatë Mickovski po e ngre stekën lart duke mobilizuar edhe opinionin e nacionalistët për një palë zgjedhje në vjesht, së pari dhe së dyti, po BDI-ja ku është në gjithë këtë? Sepse Ali Ahmeti ka thënë që po doli nuk kthehet më. Në qoftë se do Ali Ahmeti, duhet të jemi drejt për drejt. Jo se është më i miri, se bukuria s'ka fund dhe e keqja s'ka fund, e mira s'ka fund. Pra, por nëse do Ali Ahmeti e shkatëron e shpërbën në qeverinë vëmëro, ky është mendimi im, duke ditur që Izeti i quhet si fëmijë i vogël i Ali Ahmeti dhe janë ato kanalet diplomatike, duke ditur që kanalet janë edhe politike edhe me zotin Bilal Kasami dhe po doj Ali Ahmeti e bën e ç'bën mrena 24 orëve, duhet i themi gjërat, jo se është i fortë, ka fuqi, ka trim, jo, ka autoritetin e tij sepse këta janë klyshat e BDI-s, këta nuk erdhën nga PDSH-ja, këta erdhën nga BDI-ja. Dhe Izeti dhe Bilal Kasami janë të BDI-s. Kanë qenë kandidat për deputet Bilali i BDI-s, ka qenë sekretar ministrie të BDI-s, Izeti nënkryetari i BDI-s, Izeti shan BDI, pra i djeri para 3 vitesh ishe vetë antar i kryesisë nënkryetar, deputet i BDI-s, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s, pra nuk mundet 20 vite të shajnë ku ti ke qenë pjesëtar. Pra po flitin për Blank Prishtit që janë larguar nga shtëpia. Po, pra, nëse do Ali Ahmeti e shpërbën dhe Vlenin, edhe pse Vleni nuk ekziston si parti, është si koalicion dhe asnjë nuk do të funksionojë si një parti e vetme. Por zoti Bilali Kasami do ruaj besën e tij me vullin në xhep, Izeti do ruaj partinë e tij, ai tjetri do ruaj alternativën, por do kenë koalicion blank. Këtë po ju them sot dhe mbajini mend, mos ja 8 viteve të tjera prapë nëse të bëni pyetje, asnjëherë s'ka për të bërë blank si parti, por si koalicion po. Lidhet interesa të ndryshme, ekonomike, përfitimi se ku janë partitë vetme të ndara përfitojnë fonde nga shteti, nga qeveria, ndërsa kur një parti nuk fitojnë shumë fonde, pastaj ke fondet e partive dini, ka keq përdorime, ka përfitime. Por, dhe njerë nëse do Ali Ahmeti e shpërbën Vlenin, ai ndoshta e lën sa e kanë hapin këta Maqedona si t'i bëjnë dëm shqiptarëve, e lën derisa të mësojnë shqiptarë se kush duhet t'i udhëheqë politikisht dhe si arrihet një avancim, për shembull, siç e thash, neve arritëm kryetarin e parlamentit ta kemi dhe e kemi sot i ditë, arritëm kryeministër të kemi, që përsëri duke njohur mentalitetin këtu dhe egërsinë e Maqedonës dhe butësinë dhe pa forcën e shqiptarëve të Maqedonisë, domethënë s'kam forcë, i kemi arritur shumë për 20 vjet, tash duke patur parashyrë nga brenda, jo nga jashtë, sepse shqiptarët e Maqedonisë nuk janë një lloj si shqiptarët në Shqipëri dhe shqiptarët në Kosovë. Ta nuk e kanë njohur erën liri. Ta nuk e dinë ç'është demokracia, si gjithmonë kanë qenë dhe janë të shtypur. Nuk e shikoni për një provim, gjuha e shtetit thotë dhe tregon forcë. Jo, asnjëherë gjuha jote nuk ekziston thotë. Llogarit të ofendojnë gjuhën, identitetin, ekzistencën tënde si kom. Flasin për një kom 10 milion. Një kom 1 milion ta poshtron. Dhe ti rri, Edi Rama rri flegjum. Ai Ferit Hoxha, kush e di se ku është aty me serbët, i bie kitar dhe pinë i gotragi. Çfarë them unë tani? Përderisa ata tanët u reagojnë, çfarë bëjmë neve? Po urojmë ndasë ato shqiptarët në Shqipëri ndërgjegjësohen, bëjnë një rotacion qeveritar, se po vazhdojnë këtu me këta, me Feritat, edhe me Rama do pësoni dhe me Ballukat dhe si doni ju ata, do shkojnë dhe me tragjikisht, se duhet dim që shqiptarët e Maqedonisë, po dhe Kosovës, e mbajnë turizmin në Shqipëri. Këta janë ata turistët e detit që e mbajnë ekonomikisht. Pa folur që ditë shtunë e ditë dile vinë në Shqipëri, në Tiranë, Durrës, lejnë shpenzimin atje. Pra duhet shikoni dhanë ekonomike që shqiptarët e Maqedonisë janë një forcë ekonomike në Shqipëri, japin një shtytje, ja rreth 1 milion. Dhe ashtu po dhe shqiptarët e Kosovës janë rreth 2 milion, sepse bëjnë plazhin ose turizmin patriotik se mund. Prandaj them që duhet të jemi të kujdesshëm dhe ti përkrajmë këta. Zoti Dalla, po e mbyllim atë që ju thatë pak më lart, më mirë se kjo do të tjetër që jemi 10 milion edhe këtë duhet kemi parasysh ne dhe të gjithë. Unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për çështjet që trajtuam. Faleminderit dhe juve.